E kupton se s'po bëhet çfarë mashtrues janë këta, çfarë bandit dhe antikombëtar që janë këta, kjo klasë politike që po na qeveris. Ndaj duhet të zhduken me themel të dy partitë e mëdha. Megjithatë ka pak shpresë, avokat, sepse para pak ditësh doli dhe lajmi që amerikanët janë rikthyer në SPAK. Amerikanët asnjëherë janë larguar nga SPAK-u në kuptimin zyrtar. Thjesht presidenti i Amerikës ndërpreu fondet e vjedhura dhe të grabitura nga George Sorosi, që i shpërndante për agentët e tij dhe për të mbrojtur ata pedofilët e Amerikës e të Shqipërisë dhe të gjithë botës ku janë, u preu fondet atyre dhe natyrisht Byra FBI-ja do vinte në Shqipëri, sekundër erdhi, sekundër e parë, që është aty dhe po vazhdon punën. Unë kam besim absolut tek ata zotëri, që ata do bëjnë atë punë për të cilën janë krijuar, sepse nuk ky Nosroku që drejton qeverinë shqiptare, ky thot e bëra unë, thot atë krijova unë, thot SPAK-un dhe BK-n. Po kaq të pa fytyrë janë që gënjejmë, kaq i pacipës. Po këta që i vjen mbrapa, kaq idiot janë. Ja, po jo. Nuk janë ata të dy të parët të poshtër, janë dhe piramidat e tyre më të poshtër se ata, sepse ata po i mbajnë në krye. Avokat, atë ditë që vajtën me ato çantat e zeza këta amerikanë që rikthyen, ose mund ta themi që ishin për vizitë, aty kanë qenë. Pra kanë vajtur një takim i planifikuar, nëse do ta marrim në këtë aspekt. Mendoni që ky pra rikthimi për herë të dytë ka qenë dhe me zarfe, me emra konkreta apo? Dëgjoj, ata nuk mund të themi rikthimi për herë të dytë. Ata ndaluan për një farë kohe me urdhër të presidentit Amerikës dhe vazhduan punën. Jo se u rikthyen, ata këtu kanë qenë zyrtarisht, këtu kanë qenë. Punën e tyre kanë vazhduar këtu dhe kolegët shqiptarë. Problemi është që ne presim, si thonë asaj, presim me shpirt të dhëm, kur do qërohen këta nga pushteti, kur. Kjo po na e ha shpirtin. Pra, mendoni që kanë çuar apo jo emra? As bëhet fjalë fare, janë bërë listat gati, pra atë se diskutoj hiç unë. Ata gjatë gjithë kësaj kohe u shtrën që zarfat i kanë gati në tavolinë të fillojnë arrestimet kështu i shtrën SPAK-ut. Dhe ju dini mirë kush e ka thënë. I keni ndjekur. Avokat, po me zotin Velia çfarë po bëhet? Akoma e llogarisit të këtij gjallët? Kryetar bashkie, pavarësisht se ka deleguar, po është kryetar bashkie. Po, dhe ta mbaj, dhe ta lën akoma kryetar bashkie dhe bashkia është bërë katrahur, nuk e je qenit zotit tani. Sepse po hahen mbështetësit e Velis, e Zdromsit, më fal, po hahen mbështetësit e Zdromsit me mbështetësit e Nosrokut. Janë dy grupe në Bashkinë e Tiranës që hahen me njëri tjetrin si qenie derri. Në çfarë aleance mundshme do ta nxirrte Veliajn? Çfarë aleance mundshme mund bënte që mund ta shpëtonte? Kush? Veliajn. Me këtë bënte aleancë. Po, për këtë po ju pyes, a ka ndonjë shans, një mundësi, në hapësirë për të bërë ndonjë aleancë që mund ta nxjerrte nga qeveria? Absolutisht, me kë, s'ka, me kë. Me kë do ta bëj aleancën, se ai deri në fyt. Avokat, kush do të jetë kryetari i bashkisë në gjykimin tuaj? Do bëhen zgjedhje. Po e kam fjalën nga Partia Socialiste, mendoni që do ketë një figurë që mundet të promovohet edhe në këto zgjedhje? Jo, nuk do ketë.